Të nxënësa me një klasë cilët janë të niveleve ndryshme. Ko që arion shte. Sa ju ka rrezikuar? Ka rënë herë me pas humbje? Para 3 vjetë më kam mytë që të 20 metra për mi shpimë. Kemë që kanë fermat, dikush përgjësi bakti mojt një tonë, po dikush 3, 4, 5, që në veti mojt 10. Sa për vetër, ma shumë për familje? Sa ki të fështirë më kujtesë për bakti? Në ka që fështirë që e pebojnë gazetë. Se na keme edhe peshe edhe fusha që është. Ma shumë fush rrinë të na, se që i mojë mana. Është me gjithat rrezik pak në ashta që është në majtë? Ko që arion shte. Sa ju ka rrezikuar? Ka rënë herë me pas humbje? Para 3 vjetë më kam mytë që të 20 metra për mi shpi, më kam mytë bikin. Kam mytë shumë këto edhe, po neve komunën e ka përku. Ju ka dim shumë? Po, se me si pëmbrojnë me legjë, ta shto duhet më ta hek dënimin. Një shumë. Të regëm pak nështë përveç kësaj e përmendum edhe pjesën e bujqësisë që mirësh me të mirë po që punon edhe në shkollë. Këto, të regëm se qysh po e shesët shkollën e fshatit kur unë e veç e pash në fakt që janë me shumë pak nxënësa. Të nxënësa me një klasë cilët janë të niveleve ndryshme. Qysh është për ty kjo? Po, si vjetin a me tjetë, se të këti 25 që kena posë gotë për çdo vit. Si vjetë ka posë largimat ma të familjeve? Ma shumë ka posë, ta është edhe rinja që janë gërber për marrin gotë vita me veti, me thmi me krejt. Ty si punojnë në shkollë, sa të dhamë që kjo largimi prej? Po, sa të dhamë, unë për dhamë nuk nërmolli me shku në shkollë. Ju përshat zotën. Ku të shkojsh 7-8 aty, shkolla është e modhe 700 kvadrate kvadratëror në shkollës. Me një mana befasohesh, edhe shkollë moderna o mana, se në ka vish me ovish shkollë. Mirë po që i mungojnë nxënësat? Nxënësat i mungojnë. Sa ka pasë në fillimet e shkollës nxënësa këto? Me krejt familje që janë konë? Po, këtu në që edhe një të harrova. Edhe lejti kemë të është se na kemë vetëm 8-5 këtu. Du më nxënës se kemë që shkojnë në shatëri që to, 5-8-9. Mirë po këta klasat ma ullëta janë veç të rënë Po, veç po të këtë. E mas shumë të nxënësa krejt shkolla që ka posë prej që u hapë kështu? A ka qenë najherë me shumë për shambull 100-200? Ja, nuk ka qenë. Prej fillimet u konë veç të shumë? Prej fillimit para 10 vjetë e këtin 50 nxënës ka posë klasa. Shkolla këshpa. Që ka zënë që qysh herët ja ka njësë me u largu njerës të sot që të me një fshatarë për një ditë, për bojnë biset, dikun 250 shtëpi janë pikleqe që kanë dalë. Edhe në banë e mrena Kosovës edhe jashtë? Po. Ja, vetëm mrena Kosovës që kanë dalë që i banojnë sot, janë 250 shtëpi që kanë dalë për fshatit tonë. Pa e llogarit mërgjimtar? Po ja, mërgjimtar si shë e llogarit, ata janë krejt. Kur të vinë për shembull me armë ju vizitu këtë, qysh ju duket, juve, qysh i mirë pretni ata? Na kemi një farë tradite që to jem shumë të lidhë në veti. Me arë, më smëtsire, me dalë me pi një kafe, me i të hatre, a? Vëllor, po. Të hatre edhe i prej së mirë. Qka organizën? E së në shumicën e vende për i presin me darka, me... Ja, me darka, jo, edhe veç bëmë grupe, ka lajt 5 majtë, dalëm, pim kafe. Se dhe pushimet pika ndryshe? Po, pushimet ndryshe, po. Shumë mirë që ja vdini bashkëdhëtarve dhe i mirë pretni. Jo, po pëse më s'me di që bashkëdhëtarët e kanë quke këtë vend për vjetë. Tu s'ka pas kur gja. Një furë që e që thash e peqë shumë. Te e punoj shumë ato, i banë shumë dhe ditë. Kur vike puna me shqit, 300 euro zmajki. Dëb të konë? Dëb të konë. Edhe aton po dojeve që e shumë. Prej këtu i dejmë po dojeve? Po, Allah. Tregëm